Por po ashtu edhe sendet të tjera të forta, pati rreth 7-8 minuta shpërthim të molotovëve dhe më pas kishte edhe thirrje të policisë të shtetit që i lajmëronin protestuesit se nuk duhet të hidhnin molotov në drejtim të forcave të policisë. Dhe në momentin që policia e shtetin përdori gazin lotësjellës, atëherë pati edhe një largim në fakt të protestuesve në drejtim të godinës parlamentit. Nuk e di nëse operatori Ervin Daja mund na fokusoj në këto momente, në fakt është thuajse e pamundur për të qëndruar për faktin se gazi lotësjellës është përdorur në masë shumë të madhe. Po, të shohim ndjekim dhe vështirësinë që ke në të folur. Po, kujdes, Klodi. Mos ndoshta duhet të zhvendosesh pak, sepse nuk është mirë dëmton. Është në vështirësi Klodi Lala për të folur, është duke raportuar sepse është përndar gaz lotësjellës aty. Është një situatë, është e pamundur për shkak se nuk ka gaz kundra gas, nga që nuk më lejon të raportoj, por sikur se shikoni, përdorimi gaz lotësjellës ka qenë një masë shumë të madhe që i ka detyruar protestuesit të largohen. Ende nuk dim nëse ata do të vijojnë të qëndrojnë përpara parlamentit apo do të rikthehen në sheshin përpara kryeministrisë, por për momentin këtu gjithçka është e boshatisur dhe sipas pamjeve që përcjellin operatorët tanë janë të pozicionuar përpara Hotel Dajtit dhe mbetet për të parë nëse do të kenë lëvizje të tjera të momenteve të fundit. Por duhet teksuar që përdorimi i gazit lotësjellës ka bërë që protestuesit të largohen dhe për momentin të mos ketë të paktën këtu në sheshin përpara kryeministrisë. Nuk kemi raportime zyrtare për persona të lënduar apo punonjës të policisë të lënduar deri në këto momente, por në monitorimin që kemi bërë pak minuta më herët, një autoambulancë ka qëndruar në pjesën mes godinës së qeverisë dhe Hotel Rogner, aty ku në fakt qëndron edhe herët e tjera, sikurse po e shikoni forcat e policisë, operatori Daja është duke i përcjell live, janë duke u rikthyer sërish pikërisht në pozicionet e tyre të mëparshme. Duhet kemi parasysh nisida që në këtë protestë kombëtare të Partisë Demokratike dhe Opozitës Shqiptare janë të angazhuara 1300 forca policie. Në fakt ka patur një angazhim si rrallëherë në protestat e opozitës. Opozita ka patur foltore të vazhdueshme përpara godinës së qeverisë, por kjo ka qenë protesta kombëtare e cila është thirrur për vitin 2026, ku sigurisht Partia Demokratike dhe kryetari i saj zoti Berisha bën thirrje për largimin e zotit Rama, duke përmendur dhe duke cituar fjalën e tij dhe skandale që sipas zotit Berisha janë shënuar së fundmi në qeverinë shqiptare, sikurse është kërkesa e SPAK. Klodi, një pyetje, pse po kthehen efektivët e policisë? Se përmend faktin që po kthehen përsëri dhe ne po e shohim edhe përmes pamjeve. Atëherë, ata janë duke u vendosur sipas planit të masave, sërish në vendet e tyre të mëparshme, sepse pjesa më e madhe e forcave speciale, forcave të ndërhyrjes së shpejtë apo forcat Renea qëndrojnë në pjesën e pasme të godinës së kryeministrisë dhe vetëm në momentin kur nevojitet për shkak Të lutem, Klodi, gjej një vend tjetër dhe unë të pres në transmetim të drejt për të raportuar, sepse është e vështirë të komunikosh dhe ndoshta të dëmton, nuk bën mirë. Jo, mund ta vijoj që ta përfundoj, ata janë duke u dislokuar sipas planit të masave, ndërkohë që duhet kemi parasysh që në pjesën e lartë të godinave, pra mbi godina qeveritare, por edhe në godinën përballë ka patur të vendosur edhe forca speciale të Renea, snajpera apo persona të cilët kanë filmuar, të gjitha ata persona të cilët në orët në vijim do të shoqërohen nga ana e policisë për shkak se kanë përdorur molotov dhe kanë hedhur sende të tjera të forta në drejtim të godinës së qeverisë. Sigurisht nuk ka patur në asnjë moment përplasje mes forcave të policisë dhe protestuesve. Ata janë larguar sikurse thash për shkak të përdorimit të gazit lotësjellës dhe po ashtu nuk pati as tentativa të protestuesve për të thyer rrethimin apo për të kaluar barrierat që kanë vendosur punonjësit e policisë. Nuk kemi të paktën sinjalizim deri tani për të lënduar, patjetër që këtu do të ketë në një farë mënyre një vëzhgim të asaj që policia konsideron në fakt si skenë të krimit, edhe pse nuk ka patur, sikurse thash, asnjë përpjekje të protestuesve për të hyrë brenda kryeministrisë apo për të afruar tek dyert e saj. Do duhet të shikoj bashkë me operatorin Daja nëse ka protestues të cilët tashmë është sqaruar, është më e lehtë për të raportuar nga jashtë ambienteve,
Nuk ka deri tani raportime, protestuesit të paktën unë në gjithë bulevardin nuk arrit të shquaj, janë vetëm personat të ndryshëm ose punonjës të medias të cilët janë të vendosur këtu dhe nuk kemi ende sinjalizim që ata do të kthehen që ka nevojë, me sa duket është ndier keq nga gazi lotësjellës, nuk e di nëse do konfirmohet kjo, po është një person i fokusuar, siç e shihni, me sa duket në gjendje të fikti ose afër. Të paktën kështu, nuk e di nëse e afër Klodi tek bulevardi Dëshmorët e Kombit. Jo, jam në anën tjetër, është kolegu Osman Stafa në afërsi të... Ja, do të shkoj në lidhje drejt për drejt. Largojmë nga ty për momentin, duke falenderuar Klodi Lalën, jemi me pamjet e drejt për drejtat, nderuar shikues, ndërkohë që do të lidhem edhe me Renaldo Salianin tek Kuvendi, sepse kanë mbritur aty protestuesit e parë, bulevardi Dëshmorët e Kombit është i qetë. Tashmë, pra, është një gjendje tensioni. Ka forcat e policisë që po shkojnë tek Kuvendi me nxitim, pra nxitojnë. Renaldo, nuk e di nëse është gati dhe më dëgjon. Renaldo, më dëgjon? Të kaloj linjën e drejt për të raportuar nga aty ku ndodhesh, pra pranë Kuvendit. Ka mbritur ndërkohë ambulanca për të marrë personin që... Po nisita të dëgjoj, sapo kanë mbërritur efektivët e policisë përpara Kuvendit.